u godit këtu, apo u godit në Itali, apo në Kosovë. Tjetër, nëpërmjet përdorimit të këtyre bankave të kriptomonedave, nëpërmjet një exchange paguheshin vrasësit me pagesë. Nga hetimet të cilat ju i keni pas, a ka rezultuar në ndonjë rast ku pasuria ka ardhur prej jashtë vendit, është investuar në Shqipëri dhe është rieksportuar prapë në vendet prej ka ardhur, Itali, Gjermani, Belgjikë etj. Flasim për fenomenin e rikthimit të parave të krimit në zona ku është përfituar. Ne kemi pasur një rast kur autoritetet e huaja kanë kërkuar sekuestrimin e pasurisë me anë të ligjit antimafia, por në këtë rast, në bazë të këtij ligji, nevojitet një marrëveshje midis dy shteteve për të përcaktuar se si do të ndahet kjo pasuri. Pra, nëse bëhet fjalë për pasuritë paluajtshme, duhet të bëhet një marrëveshje konform ligjeve dhe konventave për ndarjen dhe përqindjen e caktuar që do t'i kalojë shtetit kërkues dhe shtetit ku është investuar pasuria. Dhe pastaj është çështje se si vendoset midis dy shteteve për të proceduar më tej me këtë problematik. Por unë mendoj që nuk është kjo problematika kryesore, sepse kur vjen puna që kemi diskutuar me shtetet të huaja, ato vërtet interesohen që për pjesën e tyre, por në fundit qëllimi final i goditjes së produkteve dhe veprës penale është realizuar dhe nuk ka rëndësi se u godit këtu apo u godit në Itali apo në Kosovë. Ne mendojmë që qëllimi ynë i përbashkët për luftën kundër pasurimit produkteve është realizuar. A ka prova që parat janë kthyer në vendet prej ka kanë ardhur? Në format të investime, në investime kapitale, në qarkullime bankare etj. Ose eksportimi i parave për në zona të tjera ku njihen si shell shtetet? Patjetër, nëpërmjet përdorimit të këtyre bankave të kriptomonedave, ka ndodhur një fenomen i tillë i transferimit të parave jashtë dhe brenda vendit me qëllim kryerjen e transaksioneve të ndryshme për blerjen e lëndës narkotike apo për kryerjen e krimeve të ndryshme. Për shembull, ne në një operacion që patëm përdoreshin një exchange për të kaluar para në momentin kur të dyshuarit nuk ishin, dhe ato përdoreshin si kundër ne evidentuam më vonë për vrasje. Pra, parat të cilat vinin nëpërmjet një exchange paguheshin vrasësit me pagesë. Kështu që dhe shumëllojshmëria e investimeve që këta persona kryejnë.